e fjali shtorë. Konsideroj se veprimi politik nuk është vepër penale. Kjo akuzë është e madhe për të akuzën mbështetet edhe në provat pa bazuar. Ndalim I pjesëmarrjes në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit. Sa I përket vendimit të kryerësisë së Kuvendit, I njëjti nuk mund të shërbej si provë. Dhe për mëket që ishte kontroversë, Që dhe me shkërpën nga gjykata, që të rriqet drejtja shpandjerit të gjykata, Se tymi I përdorur nga Zoti Zyba, ajo nuk për në ormëve. Andaj, eksperti ka obligim që të jap mendime dhe konstatimin lidhur me këtë çështje. Dhe asaj si të bën interpretim të dispozitave ligjore, dhe të tregon se kush është fajtor. Në një fjali, ne si mbrojtës konsiderojmë sa I tymë që është përdorur në sallën e parlamentit, është përdorur vetëm për të arritur një qëllim politik. Është përdorur vetëm për të arritur një qëllim politik. Për të pa mundësuar që të merret një vendim nga deputetët e Parlamentit të Kosovës, I cili vendim ka qenë I dëmshëm për vendin tonë, ku në bazë të atij vendimi vendi tonë do t'i merret 25% I territorit. E fjali shtorë. Konsideroj se veprimi politik nuk është vepër penale. E mbrojtura ime akuzohet se me 21/3/2018 ora 12:10 deri 15:40 ka kryer veprën penale siç e përcaktuar. Kjo akuzë është e madhe për shkak se në aspektin kohor, edhe pse kemi të bëjmë një veprim konkret, një hidër po më shkruhet interval kohor më së 3 orësh. Tutje, lidhur me këtë met, nuk kemi konkretizim të veprimeve të secilët nga kryesit, edhe pse kemi të bëjmë me 4 kryes, siç pretendon prokuroria, ndërsa përshkrimi është I përgjithshëm. Këto të meta komplementohen edhe në aspektin e provave. Pse? Se si që shihet për shembull në raportin me numër referencë 04 2/E 023 fyt për 2019, I njëjti, pra këto shkresat landës përkujnë me landët që në polici, dhe këto shkresa përkujnë me çështje juridiko-penale që janë trajtuar nga kjo gjykatë e disa për cilave dhe kanë marrë pilat. Në këtë drejtim, akt akuza mbështetet edhe në provat pa bazuar, duke filluar prej raportit të ekspertit të IED-s. Në këtë drejtim, edhe pse kemi të bëjmë me raport, I cili në këtë rast propozohet në cilësi të ekspertizës. Pra mund të kemi një ekspertizë që është kryer provë në çështje juridiko-penale, përderisa nuk propozohet dërgjimi I ekspertit, ose I përpiluesit raportin në këtë rast. Për çka? Është obligim I prokurorisë që të dëshmojë fajësinë, edhe normalisht që të mbështes provat që I ka propozuar. Në këtë drejtim, nëse prokuroria nuk propozon dëgjimin e të njëjtit, atëherë mbetet mbrojtjes. Çfarë propozon njëjtin, edhe pse kjo është paradoks juridik nga se po kërkohet nga ne që të dëshmojmë pa fajësinë, jo prokuroria ta dëshmojë fajësinë. E kundërshtoj kërkesën për caktimin e një eksperti duke vlerësuar se raporti I ekspertimit I lartcekur është mjaftueshëm I qartë, I cili vërteton
se të pandehurit me datën 21/03/2018 kanë përdor armë në këtë rast gaz irritues, siç është i përcaktuar në ligjin për armë. Arsye e kundërshtimit është se ky raport gjen mbështetje edhe me prova tjera materiale, siç janë raporti i këshyrjes së vendit të ngjarjes, video incizimeve që janë propozuar të administrohet si prova gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, por edhe me vendimin e kryesisë së Kuvendit të Kosovës, datë 21 mars 2018, në cilin është marrë vendim se të pandehurit prezent këtu për shkak të hedhjes së gazit të qetë, ju shqiptu masa disciplinore, ndalim i pjesëmarrjes në seance e jashtëzakonshme të Kuvendit. Sa i përket raportet 04 fypër 2 vis ne e madhe fypër 023 fypër 2019 i propozuar si raport ekspertimi duhet të shpallët si provë pa pranueshme dhe të veçohet nga shkresat e lëndës si provë e partikulueshme në kuptim të nenit nanullej par 1 pikë 30 dhe 31. 30 dhe 31 për shkak se nuk dihet kush e ka përpilu këtë raport, çka edhe nëse lexohet si provë, do na pamundësoj, çka edhe nëse lexohet si provë, do na pamundësoj propozimin e përpiluesit në cilësi të dëshmitarit apo ekspertit, rrugja që përmbrojtjen do ishte shfaqësuese apo do të dëshmoj pa qëndrueshmërinë e provës. Sa i përket vendimit të kryesisë së Kuvendit, i njëjti nuk mund të shërbejë si provë për shkak se kryesia e Kuvendit nuk është
organ kompetent për të vlerësuar elementet e veprës penale për çka natyrisht se edhe jemi paraqitur para gjykatës. Deklarimi ti në fjallin e parë hyrë se ke ligjvendësi ka para pa. Ky ligjvendës në është të kontestutash. Jo pasojën, po vetë qenjen tonë. Dhe për më keq që ishte kontroversë, sepse në fjallin e fundit tha, të njëjtit gjatë asaj seance kanë konsumuar dhe është marrë masa disiplinore, që në nënkupton ligjvendësi ka rregulluar edhe normat kur e cilësohet konsiderohet vepër penale dhe kur eventualisht në rastin konkret, kur vepër penale dhe kur shkelje disiplinore. Kur vepër penale? Po? Dhe nëse ka qenë vepër penale, pas ka qenë masa disiplinore në kundërthënie me normat. Kur është ekspertizë ose tru profesionale, kam kënaqësinë dhe obligimin që të komunikoj me ta, jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë, e cilësoj, jo me mediume të pambikëqyra, prapa jo profesionale, dhe këti aktiviteti në kuvend i ka paraprir qëndrimi aktiviteti publik, politik dhe simbolik dhe njëherët duke u bazu në dokumentat zyrtare shtetërore, një ekspertizë se përket cilësimit për kufizimit të rolit dhe detyrave të deputetit, apo si që cilësoj ligjvendësit më herët. Që në shkëpër nga gjykata, që të përhiqet drejtja shpandjerit të ligjita, për mënyrën si që referohet institucioni prokurorit shtetit. Sa i përket kontestimit të raportit të ekspertit, është dhe fjalla ky raport përmban të gjitha elementet të cilat duhet i përmbajnë një raport. Kur ndëgjova me vëmendje kërkesën e Panderit Sani Zyba, i cili theksoi se në raport duhet cekët priordhja e fytyrarëve. Raporti e përmban këtë informacion.